Do bëjmë elektrolizën e klorurit aluminit të shkëjur. Bëjmë shpërbashkimin e klorurit aluminit në ionet alumin 3+, plus 3 ione klorur. Kemi katodën dhe anodën. Atëherë, duke patur parasysh që në katodë do na shkarkohet gjithmonë metali gjatë pjesës së elektrolizës së shkëjur. Dhe ndodh reduktimi i metalit, në këtë rast i aluminit. Nga alumin 3+ do kalojmë në alumin në gjendje të lirë, alumin 0. Pra në këtë rast, gjatë katodës ndodh reduktimi dhe alumini ka marrë 3 elektrona. Kalojmë tek anoda. Në anod na shkarkohen ionet e jometalit, pra klorurit. Nga klorur, ione klorur kalon në klor të gazt. Atëherë këtu kemi 2 klor, vendosim një dysh para ionit klorur dhe gjatë procesit që ndodh në anod ndodh oksidimi, kështu që do largohen 2 elektrona. Atëherë, gjysmë reaksionin që ndodh në katodë do ta shumëzojmë me një dysh që të barazdojmë numrin e elektronëve, ndërsa të anodës me një 3. Marrim 2 alumin 3+, plus 6 elektrone, 2 alumin 0. Në anod kemi 6 ione klorur minus 6 elektrone na japin 3 klor 0. Shkruajmë reaksionin e përgjithshëm të elektrolizës në gjendje të shkëjur. Kloruri i aluminit do na japi 2 alumin plus 3 klor. Bëjmë barazimin duke vendosur një dysh para klorurit të aluminit, vendosim dhe gjendjet. Ky i parë në gjendje të shkëjur, metali i ngurtë edhe klori është në gjendje të gazt.